Ne jena mbledhur sot këtu si të parë si anëtar të Këshillit Xhamis, të fshatit Trush, pasi ne qysh në fillim të Ramazanit, për një fatkeqësi që ka ndodhur në këtë familje në marsin e vitit kalum, pasi vllai jon besimtar Ridvani psoi një atak kardiak në zemër, edhe la pas 3 fëmijë më të mallin 10 vjeç dhe më të voglin 10 muajsh, në rrugë të mallë, pa shpimi i kry, deshti malli Zot edhe me mëshirën e Ramazanit, që ka plen këtë njerëzin, morë me një iniciativë bashkarisht me imamin në kry, me Këshillin e Xhamisë edhe me komplet fshatin, morë me një iniciativë që ne t'i ndërtojmë një shtëpi këtu në jetimave për hir të Zotit, që edhe këta ta gëzojnë jetën e tyre një lloj si moshatarët e tjerë. Të mundohen të kenë kushtet të barabartë, mos nihen vetmuam, mos nihen të larguar prej shoqënisë, prej moshatarëve të vet. Edhe morë me një këtë iniciativë. Deshti malli Zot që bashkarisht me komunitetin tonë, me fshatin tonë, me xhamin tonë, me krejt njerëzit që e kanë në zemër Allah sot mëshirën dhe rahmetin për me ndihmu të tjerët, u mlollën lek për me ndërtu shtëpinë e këtyre jetimave. Sot morë me vesh që bashkia, shtetja, nuk e dim për saksisht se kush ka vepru, kërkohet që kjo familje, kjo nanë, një nanë moshë të re me 3 jetima të procedohet edhe të qohet, diskriminohet para shtetit ose para policisë ose para bashkisë, nuk e di se kush i ka këta aty. Prandaj ne, komplet si fshat, jo si familje, jo si këshill, po komplet si zonë që a kena kontribu për me u ndërtu kja shtëpi, kërkojmë nga shteti, nga bashkia, kushdo tjetër që e merr këtë iniciativë për me ndalu punimet e kësaj shtëpie, për me ndalu punimet e kësaj shtëpie, të vinë të na procedojnë ne komplet si katon. Jo këtë nanë me 3 jetima. Shteti, me që e din se ne po kena ba për bamirësi, shteti ta marrin për sipër, t'i ndihmojnë këta njerëz. Sepse ka tjerë për me ndihmu. Ne nuk dona me hi me diskutu, ja po ato ndërtuk, ne i kena ardhë për një këtë. Që ne t'i lajmë këta jetima me jetu si krejt tjertë. Mos t'i lajmë rrugë malle. Jo me ndërprej punimet. Jo me ndërprej punimet. Jo lutem bajnë çmosin, lejohet mu ndërtu kja shtëpi. Ne i bojmë thirrje kryetarit bashkisë, si me do këtë rast, në vedi, kja është çështje bamirësie. Nuk ka çështje biznesit e njëna tjetër, si janë t'u ba pa fund. Ne i shumë që që rasjena, në Shkodër e gjithka, t'u ba greta qela. Që kërkoni? Ati në kërkojmë me hek gjobën ose që kanë marrë procedurë të këtu. Edhe mas me i ndalu punimet. Punimet për ndërtimin e kësaj shtëpie. Nëse është diçka modeste ose diçka, na prepi si esëm lek edhe ja paguj. Po të kontribujnë edhe bashkia. Dvinë brika dënë na jena dëshmitari tu, disa gjona. Edhe lek që i kena mbledh, i kena me firma, me çdo gjë si kanë qitë njerëzit. Ka që i kërkojmë na? Janë çdo person që ka kontribu, është e deklarume se sa ka kontribu çdo person. I kena marrë çdo shënim që ne për çdo gjë që na kërkohet mrapa të jena brenda rregullave. Si janë që e kanë marrë për sipër me bon këtë, nuk kanë kur farë interesit, s'ka kur farë Po kena bëma një shteti, kja çdo gjë të mohon bashkarisht, nuk ka... Gjysë mjesit ka marrë dhe kam ndihmu. Ky ka ardhë ka ndihmu, ka kontribu tonë, kena kontribu edhe me kra. Se me procedu këtë i bjen me Cidenburg. Me Cidenburg i bjen me lën 3 jetima. Me lën 3 jetima në rrugë malle për zotën nësë. S'pa marrë mendja si fshat, si mund të lejoj me bon këtë gjë t'ilë. Sho se është i gjobë dhe gjobën, që kena me bon, do të dalu me mlell, me vu. Sho se është gjobë, flasë sho se ka i regull, i dokument me zhjilë, si dhe për me vazhdu punimet. Çdo gjë do të i bojnë. Por, kja është i përjashtim, si do të me vequ shteti. Se bënet beci, 1000 vota ja kena vonë na. S'ka puna, se na me votat tona ka hi, nuk ka tonë katuni është 1200 votus, 1000 vota ka marrë në katun tonë. Pse kena bësh shpresë, se po ka ditë diçka, ka fillu, tu ka ditë, bravo qoftë. Po ja i to nuk e tolerojmë, të mëhanë. I to të përjashtojnë pak rregullin e ligjin a qa mund jetë. Sepse në çdo vend botës, me sa dim na,
nuk ka ligj të vendosur që a me kontribu për bamirësi apo mos me kontribu për bamirësi. Sepse këtu nuk ka se ka marrë përsipër një firmë ndërtimit me e ndërtu. Çdo person që ka ardhur këtu me kontribu ka kenë o gjys mjeshtrit, o mjeshtër, o punëtor ka thonë sot do me shku me minimum me qilë temelet për i zatë zotit. Vullnetar. Nuk ka marrë kërkush as punëtor, as mjeshtër s'ka marrë lek. As nuk ka marrë as i lloj njeriu nuk ka marrë pagesë për punimet që ja bë këtu. Jo më shtim zona për ndërtime të tjera. Ata janë vetë shteti. Sa vinë merren. Se çka ka ndërtime të tjera, s'ka ndërtime të tjera, s'na intereson ne. Na flasim për këtë. E përqetu gruan me vut në burg edhe Milan më të mollin 12 vjeç edhe më të voglin 5 vjeç. Nëse mos e Allah shtetit ka kanë diçka më di se sa bën këta. Edhe na po ja diftojmë. Na po ja diftojmë ata. Atë vinë atyra tan mediat e botës e vërtetojnë ç'është e jetimit. Juve ju lumë dira për iniciativën se... Ashtë ajo zoja ti me... I vogël. Jale dhe i vogli? Pa. Kës për to? Qa klasë jeti? Shpinë dhe ta bajmë mëndim të zotë. Pa inshallah. E se ka marrë vesh, nuk e ka marrë vesh taj në Benet Beci sa i e rëzik marrë me kontribu vetë tu, mëndim të zotit. Sa ta shohin televizor? Sa ta shohin televizor e Benet Beci, se ata votat tona direkt vesh për te pasha Allahun kanë shku. Edhe i s'ka më nuk ma marrë me se ka me gabu. Po që di që ka në i sjafirë të prane e ta. Edhe për jush. Ju rritë zoti. Në rrugë jeni. Respekt. E di ti vetë ju që jeni profesionist. Na dy të grupi që ta marrim tonë. Fiks. Hapet sa më shumë. Ata ndikut e kanë. S'ka ka ardhur ditë. Sa më që di gazetare